Duket se jemi një hap larg transaksioneve të para, vetëm pak muaj, në tetor supozohet që të nisin edhe transaksionet e para. Sa rëndësishme është përfshirja e Shqipërisë në këtë sistem evropian të pagesave? Në një kuptim të përgjithshëm, është shumë e rëndësishme sepse është pjesë e integrimit në sistemin evropian të pagesave, në sistemin financiar dhe monetar evropian. Po të kemi parasysh që numri i vendeve anëtare në SEPA është 36, pra janë gjithë vendet e Bashkimit Evropian, janë disa vende të zonës europiane përfshirë këtu dhe Mbretërinë e Bashkuar, dhe së fundmi i bashkohen në këtë tendencë edhe Shqipëria dhe Malizi, që janë dhe dy kandidate nga më kryesorët për të integruar shpejt në Bashkimin Evropian. Pra ky është bësh pjesë e një sistemi europian unik të pagesave që ka, e thënë në mënyrë përgjithshme, tre elementë thelbësor. Së pari ka shpejtësinë, së dyti ka sigurinë, së treti ka kursimin ose pagesa më të ulta për këto transaksione që bëhen. Dhe natyrisht sa më shumë kryen transaksione financiare, që është normale për rastin e qoftë individëve, qoftë bizneseve apo institucioneve të ndryshme në Shqipëri, aq më tepër që jo thjesht vetëm jemi në proces integrimi evropian, por përgjithsisht Eurozona është partneri jon kryesor tregtar me rreth 70 ose edhe % më shumë të vëllimeve të shkëmbimeve tregtare që ne kemi, njëkohësisht dhe një pjesë e madhe e migracionit ekonomik shqiptar është në vendet e Bashkimit Evropian dhe në vendet e Eurozonës, pra në kontakt me euron. Dhe nga ana tjetër dhe investimet e huaja apo gjëra të tjera të natyre të mëdhaja, si thosh, për ekonominë dhe financat shqiptare, i bëjmë pagesat dhe transfertat nëpërmjet këtij sistemi. Pra, po ta shikosh në një këndvështrim më kompleks, janë paktën 5-6 elementë shumë të rëndësishëm, shumë favorizues dhe shumë garantues për pjesëmarrësit dhe përfshirjen e Shqipërisë në këtë sistem. Pra do të jenë disa sektorë që do të përfshihen dhe do të përfitojnë drejt për drejt, përveç investimeve të huaja direkte që ju thatë, mund të përmendim këtu edhe turizmin, edhe tregtinë. Po, për çdo gjë që ka transferta financiare dhe monetare përfshihet në këtë sistem me avantazhet që ai jep. Mjafton për shembull përmend deri tani ne jemi vazhdimisht të ankuar përveç të tjerave dhe për faktin që për një transfer bankare në vendet e Bashkimit Evropian kushtonte shumë dhe ai që e realizonte, qoftë individ ose biznes, natyrisht që prekej. Mjafton të marrim një shembull, nëse një biznes për arsye tregtare bën një pagesë ose duhet bën një transfer prej 100.000 eurosh, me sistemin aktual ai duhet paguajë 1% të vlerës. Pra paguan deri 1.000 euro për këtë transfer. Futja e sistemit, bërja pjesë në SEPA, natyrisht që këtë e ul paktën edhe me 8 deri 10 herë këtë pagesë dhe ai duhet paguajë maksimumi 120 euro për këtë transaksion, pra 880 euro më pak, që nuk është shumë e konsiderueshme. Nga ana tjetër shërbimi kryhet maksimumi brenda një dite ose 2 ditëve të funksionimit të shërbimeve, edhe garancia e kësaj transferte është shumë e lartë, gjë që të treja bashk e bëjnë ndoshta një sistem shumë të dëshiruar deri tani dhe të ardhur në një kohë të përshtatshme që mund të kontribuojë jo vetëm dhe thjesht për të kursyer para nga transaksionet, siç u përmend edhe rasti që në vitin e parë mendohet që do kursejë rreth 20 milion euro ose do ketë përfitime në një këndvështrim më të gjerë që mund ta shikojmë pak më poshtë dhe asaj që shpjegoi guvernatori Seko, në rreth 100 milion euro për financat dhe për biznesin apo individët shqiptar të përfshirë në këtë sistem. Pra shifra të dukshme. Megjithatë, duket se ky plan pra përfshirja e Shqipërisë në sistemin SEPA është pozitive dhe për sistemin bankar, sistemin financiar vetë, duke qenë se ata do duhet që të investojnë sigurisht më shumë për të përshtatur edhe sistemet me atë të Bashkimit Evropian. Është një hap më shumë drejt teknologjisë dhe inovacionit, Po, natyrisht kemi parasysh që çështja shtrohet në dy plane.
Në një plan më të ngushtë është antarësimi në SEPA dhe fillimi i funksionimit ose realizimi i transaksioneve të para që pritet të realizohen duke filluar nga muaji tetor i këtij viti. Dhe në këtë kuadër kanë kaluar disa procesi i aplikimit të Shqipërisë për të bërë antare e SEPA-s, ardhja e miratimit në nëndor të vitit kaluar që Shqipëria pranohet antare, edhe në këtë proces në drejtimin e Bankës së Shqipërisë janë kryer një seri ndryshimesh për sa i përket disa rregulloreve, vendimeve, standardeve dhe koncepteve që funksionon sistemi bankar dhe transfertat financiare apo monetare në këtë sistem, por tani fillon dhe një fazë tjetër që duke filluar nga bankat, nga institucionet financiare jo banka, apo aktorë të tjerë të tregut financiar dhe monetar, përfshirë këtu edhe bizneset dhe individët, duhet të regjistrohen dhe të bëhen pjesë e këtij sistemi, sepse nuk funksionon automatikisht. Dhe natyrisht kjo kërkon edhe investime, kërkon edhe kohë, por mbi të gjitha kërkon edhe njohuritë e nevojshme dhe domosdoshme që ti të regjistrohesh për të bërë pjesë e këtij sistemi. Dhe këto muaj në vazhdim deri në tetor janë muaj shumë të ndjeshëm, do thoja unë, sensibël për sa i përket faktit që si do shkojë dhe procesi i regjistrimit në këtë sistem, sa të përgatitura janë bankat apo operatorët jo bankarë dhe pastaj edhe bizneset dhe individët, në mënyrë që të bëhen në mënyrën sa më të shpejtë dhe sa më cilësore brenda standardeve, për të bërë pjesë që të fillojnë ta shfrytëzojnë dhe ta përdorin këtë sistem. Nga ana tjetër, profesor, vetëm do të ketë nevojë për më shumë edukim financiar, për shembull, është një sistem i ri që aplikohet, do të jetë nevojshme? Natyrisht, edukimi financiar është sfidë shumë e madhe, po për te kuptimit që ne japim deri tani edukimit financiar, që nganjëherë barazojmë me javën e paras, me disa njohuri ndoshta elementare përdorimit paras, mbajtjes portofolave apo elementat thjesht që janë më tepër edukim. Edukimi financiar në kuptimin e tanishëm nënkupton edhe një edukim shumë më tepër digjital, një edukim me teknologjitë e reja të informacionit, një edukim që ka të bëjë me sistemet e reja që përdoren në mjedisin digjital bankar, që kanë të bëjnë dhe me fintechun, që kanë të bëjnë dhe me neobankat, që kanë të bëjnë me shumë struktura të tjera ndërmjet se pagesash për të realizuar gjithë të sistem. Pra, kërkohet një sistem kompleks njohurish, jo thjesht dhe vetëm financiar në kuptimin e ngushtë fjalës, po edhe bankar, ose ky që quhet bankingu i hapur, ka një paketë të tërë, të thoja njohurish të domosdoshme për të kuptuar dhe njëkohësisht një sistem se si funksionon. Kemi parasysh që po përfshihemi në një zonë nga zonat më të zhvilluara të botës, edhe nga pikpamja financiare dhe monetare, dhe gjithë produktet e reja, shërbimet e reja, institucionet e reja, teknologjitë e reja digjitale që përdoren, janë në duke mund të duken të leverdisme dhe të reja, por duhet të kuptohen dhe ne duhet kemi, jo vetëm në aspektin institucional, por dhe në aspektin individual, të bëjmë përpjekje maksimale për të marrë të gjithë llojet e kompetencave dhe njohurive të domosdoshme për ta kuptuar këtë sistem, sepse nga njëra anë duhet kuptuar që të përdoret mirë dhe me eficiencë, por nga ana tjetër duhet kuptuar mirë që mos kesh edhe pasoja negative që mund të ndodhin nga mosnjohja e sistemit apo nga veprimet gabuara që ti mund të bësh. Që në herë pas here dhe i kemi thënë, po a ka ecur, po themi në të njëjtën linjë inovacioni teknologjia që bankat kanë përfshirë për të sjellë edhe shërbime më eficiente për qytetarët dhe përdorimi i tyre? Nëse i referohemi shifrave, po themi, është rritur me 78% pasja një llogarie bankare, pra 78% e popullsisë kanë një llogari bankare, kryen më shumë transaksione online, bëjnë më shumë pagesa online, është në të njëjtën linjë, po themi, apo ka ende vend për përmirësim në drejtim të qytetarëve dhe bizneseve për të përfituar nga këto shërbime inovative? Mendoj që ne jemi në një trend zgjerues edhe pozitiv për sa i përket kësaj tendence, e cila është një tendencë komplekse me shumë aktorë,
Pra, nuk janë vetëm individet apo institucionet, po janë rreth parë bankat, janë institucionet e tjera ndërmjetëse të pagesave apo transfertave monetare, janë dhe një sër strukturash ose institucionesh bankare ose jo bankare në nivel evropian që ofrojnë shërbime nga më të ndryshmet për sa i përket transfertave, pagesave dhe gjithë lehtësive të mundshme në këtë aspekt. Kështu që besoj që ky është një proces që sapo ka filluar në kuptimin që përpara nesh janë aq shumë sfida të gjithë sistemit bankar dhe transfertave dhe pagesave, sa mund konsiderohet si një rrugë akoma e gjatë, po shumë intensive që duhet ndjekim për të përfituar maksimalisht dhe për të përfshirë si duhet. Për shembull, u bë disa vite në Shqipëri që sistemi fintechut është një sistem që është zgjeruar, janë disa shërbime fintech të suksesshme në Shqipëri dhe fakti që ato zgjerohen, kërkesat për ato janë të mëdha, produktet që ato dhe shërbimet që ato ofrojnë janë të vlerësueshme edhe të përvetësueshme, do thoja, edhe nga partnerët me të cilët punojnë, natyrisht që është një proces që të gjithë duhet përfshiren, sepse është e para një tendenca kryesore e kohës sotme. Jetojmë në periudhën e atij që quhet revolucionit 4.0 edhe 5.0 tani, që në thelb ka digitalizimin, ka teknologjitë e reja, përfshirë këtu dhe ato financiare edhe monetare, ka inteligjencën artificiale, ka shumë e shumë element që tashmë janë, si thuash, ndërmjetësit kryesor. Në kuadrin e revolucionit 5.0 po flitet edhe për partnerët tanë kryesor, ku ne në shumë veprime që bëjmë, në fakt nuk komunikojmë direkt me një person, po komunikojmë me një sistem, me një robot ose një chatbot të inteligjencës artificiale për të zgjidhur shumë nga këto probleme. Kështu që mendoj që paralelisht me këtë proces rregullativ, ligjor, me gjithë mundësitë që ofron, në mënyrë urgjente dhe intensive, duhet filloj me nënkrye Bankën e Shqipërisë, po jo vetëm dhe edhe universitetet edhe shumë të struktura tjera, një edukim financiar dhe monetar, por edhe edukim me teknologjitë e reja dhe edukim digital masiv në Shqipëri, në mënyrë që të mos jetë thjesht një kuror e bukur apo një spalet kjo arritje për të bërë pjesë e SEPA-s ose për zhvilluar këtë lloj bashkëpunimi, po për ta shfrytzuar maksimalisht dhe me eficiencë këtë lloj sistemi nga gjithë individët dhe strukturat bankare dhe jo bankare shqiptare. Do të shohim në fakt, do të kemi mundësi që të ndjekim gjitha zhvillimet, se cilët do të jetë dhe impakti. Profesor Civici, ju falenderoj shumë që ishit sot në Money Report. Faleminderit dhe juve, kënaqësi.